Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të shtyjë për nesër në orën 13 vendimin për çështjen e njohur si dosja Partizani. Bëhet fjalë për një nga dosjet më të bujshme të viteve të fundit që ka në qendër privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani, për të cilën janë ngritur akuza për korrupsion dhe shkelje të ligjit. Në përfundim të seancës gjyqësore, avokati i Sali Berishës dhe Jamar Maltezit Genc Gjukutaj deklaroi se gjykata rrëzoi të gjitha kërkesat e paraqitura nga mbrojtja. Ai theksoi se kërkesat për pavlefshmëritë e ekspertizave dhe veprimeve paraprake të hetimit nuk u morën parasysh, ndërsa e konsideroi vendimarrjen të paqartë dhe në kundërshtim me procedurën. Jam i pasqaruar sepse jam i paqartë në lidhje me këtë vendim gjyqësor, sepse procedura penale është e shkruar e zezë mbi të bardhë. Tash ju pëlqen juve dhe mua edhe publikut, po kjo është një vërtet, kështu që unë nuk mund të konsumoj kërkimet e mundshme që mund të bëjmë ose jo, nuk është në një hata e madhe që të mos bëjmë asnjë kërkim, ose mund të bëjmë një kërkim, por sigurisht mbasi ta konsultojmë këtë me personat të cilët na kanë mandatuar për ta bërë këtë punë. Ndërkohë, lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka cilësuar më herët vendimin për masën e sigurisë detyrim paraqitje një krim kushtetues. Ai akuzoi SPAK se po përdor drejtësinë për qëllime politike dhe për të heshtur kritikët e qeverisë. Berisha u lirua në 27 nëntor të vitit kaluar, pas afro një viti në arrest shtëpie, ndërsa dhëndri i tij, Jamar Maltezi, vazhdon të qëndrojë në arrest shtëpie si i pandehur për korrupsion pasiv dhe përfitimet palishme nga privatizimi. Tashmë mbetet në dorën e gjykatës të vendosë nëse çështja do të kalojë për gjykim me themel apo jo, një vendim që pritet me interes të lartë publik dhe politik.